إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Në Tetovdje është hapur konvikti Sulejmanie e organizatës jo qeveritare për kultur arsim Selimie. Programi i djeshëm filloi me leximin e Kurani Kerimit. Në këtë manifestim ishin të pranishëm edhe nënkryetari i parlamentit Rafis Haliti, kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, deputeti Bejxhuddin Shehabi, myftia e myftinisë së Tetovës dhe mysafirë të tjerë. Iniciativa për ndërtuar një konvikt të tillë padyshim se është një punë shumë e madhe, sepse me këtë konvikt themelohen vakufet. Themelimi i vakufeve në Islam ka rëndësinë e vetë historike, të gjithë e dimë, dhe ndini kënaqësi jashtëzakonisht të madhe që kjo traditë islame përsëri rifilloi në vendet tona ballkanike. Për këtë dua pasqyrisht të përshëndes iniciatorin që është koordinator për në Ballkan, Faruk Bej, i cili nuk kursen mundin e tij për të dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh për edukimin e evlatëve dhe gjeneratave të ardhshme. Fjalë përshëndetse pati edhe përfaqësuesi fetar i ambasadës së Turqisë në Shkup Sefedin Ersoj, i cili ka folur për rëndësinë e konvikteve. Konvikti është 4 kate me 2000 metra katror ku përfshihen klasa për mësim, dhoma të fjetjes dhe salla e mysafirëve, si dhe salla për ushtrime. Kjo qendër arsimore u hap nga fondacioni Ilksaf, kurse nga ana e komunës së Tetovës u dhan lejet e nevojshme për këtë institucion arsimor.